Një melodi mund të vijë me erën e mesdhellt dhe të jehoj në përluginat e lindjes. Në urën e notave ne ndajmë gëzime dhe trishtime, ndaj zemrat tona rrajnë në të njëjtin ritëm. Ndërsa sonte, në skenën e Shenzhenit, muzika rrjedhirshëm, instrumentat dhe vokalet njerëzore ndërthuren me njëri tjetrin, duar trokitjet në pushim. Holli koncertor I Shenzhenit, zemra muzikore e këtij qyteti dinamik, mirëpret sonte hapjen zyrtare të festivalit ndërkombëtar muzikor Një brez, një rrugë. Artistë të shumë ndërkombëtar do të performojnë në këtë skenë sonte, por ne jemi për njërin prej tyre këtu. Sajmir Pirgu do të ngjitet të performojë në këtë skenë dhe ne do ta shoqërojmë për t'ju sjellë tek ju emocionet e kësaj mbrëmje. Që prej vitit 2017 në Shenzhen organizohet rregullisht festivali ndërkombëtar muzikor Një brez, një rrugë. Këtë vit, artistë dhe grupe artistike nga 30 vende janë mbledhur këtu, duke sjellë performancat e jashtëzakonshme të shtrira për gjatë një muaji të kozgjatjes së eventit. Sajmir Pirgu, ndër tenorët lirik më të shquar të kohës moderne, njihet për aftësitë e tij të jashtëzakonshme vokale dhe mjekështrinë aktoriale. Ndaj është një nga të ftuarit kryesor të këtij koncerti. 现在也是很有名的一个音乐家。28年这个国家，其实我们也不是很陌生啊，曾经有过一段时间和这个国家的关系比较密切。同时呢，这位歌唱家在英皇、在斯卡拉、在大都会，他都是主角。哈维应该说是非常大的一个大歌唱家。 Nëse admironi Sajmirin si artist, do të adhuroni akoma më shumë si njeri, pasi ai ka aftësinë unike dhe të jashtëzakonshme që ta bëjë të ndihet I rëndësishëm çdo njeri pranë tij. Të gjithë ata që rrethojnë marrin dritë nga shkëlqimi I human. Kjo ishte ndjesia që na krijua teksa takuam pas koncertit në Shenzhen. Ndau përshtypjet për orkestrën, e cila e shoqëroi gjatë interpretimit të 4 këngëve Mahnitse, por jo vetëm. Ajo që më bëri përshtypje ishte profesionalizmi I orkestrës, niveli I lartë I orkestrës dhe duket puna që ata kanë bërë për të arritur në këtë nivel. Domethënë si nga seleksionimi I instrumenteve tek e tek deri tek niveli I mbajtjes së një orkestre që nuk është gjë e kollajshme dhe për orkestra tradicionale që kanë eksperiencë mbi 100 vjeçare. Pra që më ka bërë me të vërtet një surprizë shumë të madhe muzikalisht. Belt and Road Festival, International Festival, ka aftësinë që të lidhi popujt. Suksesi I festivalit do të shihet sepse është në fillimet e saj, unë jam I nderuar që më kanë zgjedhur mua të hapja sezonin këtë vit, por sforcot e Shenzhenit e organizatorëve janë me të vërtet të mëdha dhe besoj se janë në rrugë të drejtë për të arritur me të vërtet që Belt and Road International Festival të ketë jehonën që meriton. Muzika nuk është vetëm një urë që lidh shpirtrat, por dhe një çelës që hap botën. Përmes këtij sezoni muzikor, Sajmiri erdhi për herë të parë në kinën kontinentale, duke prekur zemrat e spektatorëve të panumërt me zërin e tij. Ashtu siç mahniti publikun me këngën e tij, edhe ai vetë përballë këtij qyteti që ndryshon dita ditës dhe frymës së gjallë të kohës, mbeti thellësisht I impresionuar, duke lënë në zemrën e tij një gjurmë të pashlyeshme. Është hera ime e parë në Shenzhen, jam vërtet I impresionuar nga qyteti dhe ajo që të impresionon më tepër është që gjithë kjo punë është bërë në 40 vjet pothuajse, do të thënë pak a shumë qyteti ka moshën time. Mbase ekzistonte edhe më përpara si një fshat I vogël, nuk di shumë informacion për të, por ajo që kam parë sot me 17 milion banor është me vërtet impresionuese se çfarë është bërë në 40 vjet. Ishte hera ime e parë në kontinentin e madh kinez dhe përshtypja ime është shumë pozitive. Nuk e prisja të tillë, e prisja diçka më në një qytet domethënë siç e kam parë në filmat që kalojnë në Europë. Pash një qytet internacional, pash një qytet që është zhvilluar me hapa gjigante dhe kjo është me të vërtet mbreslënëse. Muzika afron botën, I bën zemrat e largëta të ndjejnë të njëjtin ritëm.
sonte zëri i saj mirëpirgut ka përcjell kufijtë e skenës. U shndërrua në një honë të përjetshme dhe u skalit në kujtesën e këtij qyteti.